Një shqiptar në Suedi, me muzikën në shpirt, por rënjët në Kosovë. Do t'jemi sot në një rrëfim përtej asaj që shfaq emigracioni. Kemi sot një artist, për mua një mik i vjetër, Ramush Krasniqi, mirë se ke ardhur. Mirë se gjeta. E fillojmë një çik nga kjo miqësia jone vjetër e hershme. Patjetër. Bashk na ka lidhur vajza jote Besa, Po. përpara 15 vitesh ndoshta më shumë. Sigurisht 15 vitet i ka. Dhe Jam i je- sigurt. Dhe jemi takuar në Fier. Po në Fier. Është vërtet. Çuditërisht në të njëjtat rrethana kemi qenë në një emision. Absolut ashtu. Te televizioni Apolonia. Po. E di çfarë më kujton ai moment? Një baba të përkushtuar ndaj një vajze që ishte super e talentuar dhe që vazhdon të jetë apo jo. Është shumë e vërtet. Ajo ka vazhduar me muzikën. Edhe ka vajt në shkollë mesme në të lartën. Akademinë e ka krye për producente. Tash prodhon vetë këngë. Krijim të rriti, i bën vetë tekstin, muzikën, miksimet, master, gjitha i bën. Paralajmërimet e talentit i ka bërë ajo që herët. Po është me gjen, si traditë kemi nga unë, nga gjyshi i saj, baba ime dhe ajo merr me muzikën. Do të ndalemi jo vetëm tek arti dhe kultura në familjen tuaj, por edhe më gjerë. Paraprakisht thatë para emisionit që diçka keni sjell me një slogan ose logo të emisionit, unë do doja që ta bënim të ditur edhe për publiku. Po kam dashur si surprizë të sjell diçka. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Lutem. Urnani. Dhurat e bukur është. Faleminderit Ramush. Miqt mbeten miq gjithmonë. Absolut. Delikat. Kështu ke qenë gjithmonë. Faleminderit. Më thuash pak tani Ramushi, nëse do bëjmë një vështrim kronologjik të gjërave. Dhe do të kthehemi dikur në vitet e largta kur Ramushi jetonte në Kosovë. Cili ishte në atë kohë? Në Kosovë, që i ri jam merr me muzikën dhe kam pas mbaru për zjarr fix, kam punu zjarr fix. Dhe muzikën e kam pas si hobi. Jo që nuk do shkollosha, po kushtet ishin të tilla që nuk i mbulon të babai. Se i shumë fëmijë, 8 fëmijë. Edhe për të marrë banim në Prishtinë ishte e pamundur. Kështu që kam kryer një shkollë në Gjiljan dhe kam gjetë punë shumë shpejt si zjarr fix, por aktivitetin muzikor se kam ndalu kurrë. Madje, pos që kisha tradit, unë kam bërë disa teste do më thonë, konkurova njerë se unë bante një festival në Kosovë, ishte festivali madh i folklorit, si që ka qenë këtu i Gjirokastërës, atje ka qenë i Glogovcit. Edhe u paraqita me një kongë, ishte një juri për 3 burrave. Një etnomuzikolog që ishte akademik i kësaj lëmije, kësaj fushë, u paraqita tekstin e bona vetë, edhe muzikën me çifteli rapsodike dhe më morë me profesor komunën e Voshtrës. Atëherë, prap 3 herë u morë. Pastaj rrethonat ndryshun në Kosovë krejt. Rrethon rëndësisht rrethonat sepse Serbia morë dhe okupoi në mënyrë brutale Kosovën. Edhe kulturën, ndikoi edhe në kulturën. Madje nuk na loshin as në salla me majt koncerte. Këto gjëra ju si keni përjetuar? Po në një farë mënyrë kemi përjetuar nëpërmjet jush, sepse shumë nga ne kishin marrëdhënie miqësore, edhe pse ishin kohë të mbyllura, të zymta për të dyja palët, sigurisht që i kemi përjetuar dhe i kemi përjetuar shumë. Po gjithsesi. Sidomos në 98-ën kur një pjesë e madhe e shqiptarëve të Kosovës u vendosën familjet tona. Deshta të them se në Shqipëri të paktën sallat kanë qenë të lira për koncerte, për teatr, për filme, për gjitha. Po. Kurse ne u suspendua domethënë autonomia krejt. Edhe na pengun. Në çdo aspekt na pengun serbët. Edhe në këto kushte? Në këto kushte atëherë shumë u detyruan
të braktisin në Kosovë. E sidomos ata që ishin aktivistë të organizatave ilegale, aktivistë të artit, ata u detyrun, sepse atëherë nuk patën fillu mobilizimin. Dhe ika në Suedi. Në Suedi, ta thëmë të drejtën, u gjinda shumë mirë atje, sepse qëllimisht shkova në një vend kulturës. Suedia është një vend i kulturës, në përgjithësi Skandinavia, ndohen çmimet Nobel aty. Aty ka lind Astrid Lindgren, një poete shumë e zonja. Është filmi Pipi Lëngskurt. Pipi Çorape Gjatë. Po, Pipi Çorape Gjatë. Dhe aty e gjeta veten, madje po dalë dhe pak të muzika, me që në fokus e kem pak kulturën. Suedia mund të them se më tepër se 10 herë ka fituar Eurovisionin. Grupi ABBA ka qenë ndër më të mirët në botë, paralel me Skorpionsit e nivel shumë i lartë. Dhe njëri mëson diçka aty. Pos asaj, edhe një 7 vite shkollë i bona, tu ju falenderu të i qenë shumë një Suedis, sepse ata edhe kur shkej në shkollë pagunin. Shteti pagunte mu shkollu. Edhe mbarova për infermieri. Kam mbaru edhe Armen Linjo është një kam punu si mësës i ciklit tult. 2 vite kam punu në një shkollë. Pastaj infermieri dhe kam edhe një kurs për shofer. Kështu që mirë jam gjinda atje, shumë mirë. Kishit njerëz që vendosët të zgjidhnin Suedin? Jo, qëllimisht unë e kam vendosë, natyrisht më kanë tregu njerëz ma herët se është shtet i mirë, social, dhe gjitha të mirat. Në Suedi, vërtet kam bërë shumë aktivitete kulturore. E patët të vështirë të integroheshit, apo kështu, si që shkoj arsimimi, kështu, eci gjithë procesi zinxhir, deri tek organizimi i aktiviteteve? Nuk e kam patë as pak vështirë, sepse të shtyte shteti. Të jepë gjithë, do më 100 rrugë të hapte. Do të punosh urnani, do të shkollohesh urnani. Po pagesën e merë se si u shkollove, si madje. Edhe ata parazit që s'dojnë, as mu shkolluhe, as gjon, u jep një social të mirë, dhe në fund u jep edhe një penzion. Do na flasësh pak për aktivitetet që keni bërë atje, sepse më treguat përpara se të hynim në emision që kishit qenë edhe pjesë e shtypit të përditshëm atje. Po, është e vërtet. Që do të thotë s'keni kaluar pa u vënë re. Po, shumë e vërtet. Po, mediat na kanë përcjell aktivitetin tonë të besës, edhe të shkruar edhe mediat televizive. Atje kam qenë edhe organizator, mas parin kam themelu një shoqat me emrin Drenica, pastaj kam qenë organizator i një festivali, ku i mlidhte të gjithë të rritë suedezë dhe shqiptare, me qindra kanë kalu në përmjet atij festivali. Sot janë ca yje për shembull, që e kanë fillu karrierën të festivali jonë. Po dhe ishte të rrëfej edhe një ngjarje, dhe rastësisht e gjeta një gazet, apo të thonë një revist të Suedis. Ja, kjo është, ka marrë një herë, i patun ftuar edhe një Shpetim Bushati, dhe ishte i Shqipërisë edhe aktivist i madh, dhe i therëm grupin e valltarëve, këtë ku është faqja e parë. Pastaj është këtu ma gjënë se shkruan, besoj që i kapë kamera për drejtë i qanej. Grupi akademik i vallave të Shqipërisë. Dhe kur dolën me vallëzu balet, se erdhën në qytetin tim, nuk boni buj fare, vetëm shqiptarët shkun të gjithë të përcjellnin vallëzimin. Kur dolën në balet, nuk ju boni përshtypje shqiptarëve, sepse nuk ishin të atij niveli, me thot drejtën. Edhe kishte tash edhe ca koncerte të tjera. Atëherë në shpejt nxitova dhe
informova mediat. Dhe shkru media, ja kjo, dhe doli gjitha nej në për Suedi. Tash në koncert të tjera nuk i zite salla suedes, sepse vona reklamen jashtëzakonisht mirë. Ju ishit thjesht organizatori. Në fakt, shpëtimi e morë organizimin Shpëtim Bushati, sepse ishte me këtë përgjegjësin e vallëve. Ishte koreograf. Po, më thamë, ndihmom, tha se për Zotë, thënë, do dështoj. Thash unë këtu ka shpejt, me shoqatën time, thash, ta organizoj në qytetin ku jam. Mi po s'ke bo fare, thash, reklam, sepse ai nuk merret me këtë pjesë. Dhe kur erdhen këtu, atëherë unë i thira gazetarët. Dhe në koncerte tjera tani u bashkangjita me Shpëtimin dhe vazhdom rrugën dhe nuk dështoj ansambli i vallave. Ansambli akademik i vallave të Shqipërisë. Po doli shumë mirë pastaj. Dhe keni vazhduar këtë lloj tradite? Pra të bëni atje aktivitete kulturore, se më thatë që tani sikur keni ndryshuar dhe drejtim atje si infermier apo jo? Kam punuar si infermier dhe mirëna me si kantautor, mirëna me këngët e mia, kam shkru tekste, kam shkru muzikën, kam më tepër se 30 këngë që i kam bo vetë. Jo, më fokusuhet tash të vetvetja më tepër. Që do të thotë, ke ndërtuar një repertor, edhe këndoni vetë apo thjesht bëni kompozimin e këngëve? Këndoj edhe shkruaj tekstin, edhe komponoj këngët. Po që nge mirë, se nuk dashke kështu bashkëpunëtor, nuk shpenzoke hiç. Nuk kam nevojë, Besa e ka studion, edhe ajo ndihmon me... Besa ka studio prodhimi, do më thënë, si producente... Studion e vete ka, po. Muzikë? Muzikës edhe të videoklipeve. Keni bërë ndonjë bashkëpunim, babe bi, të dini në skenë të dy? Jo, nuk kam bë bashkëpunime me Besën, edhe nuk e bëj atë, sa ajo është nivel tjetër. Dhe më ka thonë mua, tha, babi, mos umë lëdhë, tha, nuk jam këngëtare që këna jo i lulia jonë me limona, jena motra, kalablak, nuk i... A i ka bë 2 albume. Ajo nuk ka pranuar, apo? Jo, nuk ka pranuar. Nuk ka pranuar dhe unë nuk kam insistuar, pse dhe unë e njof nivelin e Besës shumë mirë. E njof nivelin e Besës, ajo nivel tjetër. Besa, mbaj mend që kishte pretendime shumë të larta për ta prekur botën muzikore, jo thjesht në rang lokal apo kombëtar, por dëshironte shumë. Unë të thash edhe më herët, se Suedia është një shtet jashtëzakonisht i mirë dhe i kushton rëndësi shumë kulturës. Jashtëzakonisht shumë, ekstremisht shumë. Ti Cekaq, Pipin, atë Astrid Lindgrenin, Abba, të gjitha ato, mirë po dhe një gjë ka Suedia. S'ka lagje që nuk e ka një kodë sa të në lagje emrin Teresa. E ka nga nën Teresa, apo jo? Po do të thotë pra që ne jem dhe ma naltë se ata. Sepse ata nuk e kanë një Teresë shqiptare, po Teresa, s'ka lagje që nuk e ka një apo 2 Teresa me emrin Teresa. Dhe Suedia është 3.000 km² e madhe. I ka 14-15 milion banor. Mere me menë sa Teresa mund tjetë aty. Do thotë, ne jemi edhe ma të zot, mirë, por ne nuk jemi racistë, se ne nuk e dom popullin tonë. Fatkeqësisht, ne jemi talent, zgjuar, të bukur gjitha, po këte pjesë nuk jemi nacistat mlaj, që me dashtë venin tonë shumë. Atëhere, kur edhe në mediat, i kenë YouTube që ty, 12 vjeqare Besa u vërsullin mediat. Besa tërë kohën në fokus e kishte Shqipnin dhe Kosovën. Aje pyste për aktivitete në Suedi, kjo unë kam mu bo këngëtare madhe në Shqipëri, 12 vjeqare, unë kam mu bo në Kosovë, Shqipëri, atëhere iken mediat, iken. Konkuroj kjo një 2 herë në një radio dhe najti në top list, në herë najti 5 javë në venin e parë, dytën herë najti 3 javë. Në Suedi? Në Suedi, po në top list. I ka kushtu në një mënyrë, i ka kushtu se suedezet edhe në kish kur shkosh, del pastori thëtë rënoft popli suedez, rënoft Suedia.
Bekoje Zotë Suedin, bekoje poplën suedes. S'ka pas njerë sa ngriti dorën. Po muë, a do të mbekoja hiç? Kështu janë. Edhe po thua që ka penalizuar besën Po. kjo gjë që është shfaqur shqiptare, thellësisht shqiptare. As që diskutohet. Po ti vetë, Ramush, ndihesh më shumë shqiptar në Suedi apo ndihesh në Kosovë? Unë gjithku në botë një jam shqiptar dhe në Kosovën unë e marrë gjithmonë si një krahinë Shqipërisë. As një herë nuk i kam thonë njerit që jam kosovar. Jam shqiptar. Pastaj po të them një gjë. Që kaq vite që kam bo plazh kur askund tjetër s'kam bo vetëm në Shqipëri. Gjithmonë, prej Ksamilit deri në Velipoj atje vetëm në Shqipëri. Kur hiç i kam kalu detnet. Pej Venediku besëm me makinë, ju marrë kënena ka Portorozhi, Sloveni, Kroaci. As një minutë s'jam në Alkun drejt në Shqipëri. Në fakt, ëndra e madhe e shqiptarëve të Kosovës ka qenë Shqipëria. Por disa edhe ka ndodhur që t'jenë zhgënjyer mbase nuk ka qenë ajo ëndra që prisnin, sidomos kur gjatë kohës së izolimit komunist kishin menduar një Shqipëri të madhe tjetër dhe disa të paktën nga intelektualët e kohës që erdhën këtu panë një Shqipëri tjetër. Pse tjetër? Që ndryshe promovohej jashtë. Jo një Shqipëri tjetër, për një Shqipëri lule. Një Shqipëri... E ke pasur gjithmonë këtë përshtypje? Po e kam pasur dhe e kam prapë. Pse, kush e ngriti arsimin në Shqipëri, kulturën e? Cila Shqipëri tash? E di pse ta bëra këtë pyetje? Se mbaj mend që më ke thënë dikur mbaje në shtëpi bustin e Enver Hoxhës. Po, është e vërtet. E keni patur dhe një situatë komike me një bashkëshortë. Po, është e vërtet. Po na trego. Është e vërtet. Kjo është një fatkeqësi se ka ndodhur divorci jon. Më vjen vërtet keq, sepse i kem 3 fëmijë jashtëzakonshëm. Shumë të mirë. Mi po vinë situata të tilla, nuk më ka ndodhur veç mua, ka ndodhur shumë njerëzve. Atëherë kur u divorcum, u dashkë me i nda gjona. Edhe ish gruaja tha, merë qatë dush, tha vetëm Enverin, tha, bustin e Enver Hoxhës nuk ta japë. Mu ngeli Maraku aty shumë të busti e Enverit. Do më thënë e sakrifikove këtë dëshirë sepse ajo kërkoi vetë me gjë. Po, që ashtu ndodhi. Po tani mban një bust të ish diktatori? Tani duhet t'i vrasim me editorët për me bajt bustin aty. Do t'a dojo një bust? Po. Të Enver Hoxhës? Po, e kam në fotografinë e Enverit edhe kam fotografi me Ramizin për qafe. Me Ramiz Ali. Ke të tjerë të ngjashëm me veten që janë adhurues të atij sistemi? Po, kam njerëz. Po, ka shumë. Ka shumë, madje ka qytete në Kosovë që ja kanë vu pustën prapë. Po. Të Hoxhës? Po. T'ja len kohës atë. Ato gjanat do t'i marrim nga shqiptarët. Gjanat e mira, çka ka bo mirë, jo në një gabim që ka bo. Madje, po s'ke disiplinë në familje, paroj familje. Ai ka qenë njëri që ka mojt disiplinën. Të tjere të dashin, jo t'i rënojnë fabrikat e uzinat e çka të rëjnë çdo gjë. Po të vazhdojnë rrugën për ma mirë. Çka u bo ma mirë, nuk e di çka u bo ma mirë tu. Ai e boni mirë, ai thej edhe brigjet, pyjet i thej dhe i boni lulishte. Kur ke ardhur për herë të parë në Shqipëri? Për herë të parë kam ardhur në vitin 90. Pastaj në vitin 92 kam nejt 10 ditë në Firë. Jo, në Firë, për në Hoxhara. Periferi të Firit. Aty kam nejt një 10 ditë. Dhe pastaj e ke vizituar, sepse edhe në vitet 90 u hapën kufit, nuk ishte më e nevojshme të merrje leje për të ardhur. Nuk ka pas nevojë. Thatë që pushimet i bëni këtu, i bëni çdo vit domethënë? Për fat mirë, jo vetëm unë, po dhe fëmijët. Po. Vajza ka bledh ajo në hyrje në Shëngjel, afër neve aty. Momentalisht ju bashkëtoni dhe keni marrë pikërisht një shqiptar, apo jo? Po. Është shumë njeri mirë. Kjo dashuria për Shqipërinë të solli deri tek bashkëtuesja? Nuk më i thëmë saksisht. Apo dashuria nuk i njeh këto lloj? Nuk më i thëmë saksisht. Ashtu, po ka qenë fati i tillë. Ka qenë fati i tillë.
Sot që shikon Shqipërinë dhe nëse do bëjmë një krahasim me ato vitet 90 që e ke parë, çfarë ndryshon tek Shqipëria? Çfarë të bën më shumë përshtypje? Tash u bën përshtypje ndërtim mbi ndërtim, ndërtim pa leje. Meqense po bën krahasim dhe një siç thatë pak a shumë disa kultura, nëse do konsiderojmë të Shqipërisë dhe të Suedisë. Ku ndryshojnë këto dy kultura dhe nuk flas thjesht në etikën e komunikimit, por në përgjithësi, pra çfarë ofron njëra që se ofron tjetra? Atëherë, suedezi nuk e hedh çebapin e cigaret në plazh. Suedezi nuk i intereson fare shefin e policisë, policia e gjobiti para s'ka një muj ditë plot me 4.000 korona, të thët 400 euro, sepse e të i kaloj shpejtësin. Pra ligji vepron. Ligji vepron. Dhe zbatohet. Kurse këtu nuk zbatohet. A bon edhe e kam një lloj historie. Po. Se është edhe pak me humor. Madje kemi qenë të orët e ti, me Besën. Dhe lush një firë, rafsh, në ka lej një makinë, Mercedes-Benz. Një kese me turina, fup e gjuvë kështu. Unë e dhonë tash gas makinës, thash Besës fotografoja, thash targën. Po lere ba, fotografoja thash se si t'hin në firë, thash kom e shkuën në stacion policisë, kom e lajmëruë që i ka edhe me turinat. Atëhere e boni vajzat, shprap. Kur në cep, pak pa hinë firë cep, ishin policia. Unë dha shajt rak, ata tu bisedu. Mirë dita. Thash, e para, thash, ju kërkoj falje, thash, se kum të i kalu shpejtësin. Jo, në rregull është, në rregull. Tha, shkruja gjobën. Thash, jo, gjoba, thash, vjen ma vonë, thash. E kum të i kalu, thash, për këte arsye, thash, sepse e hedhi kesën me mbeturina. Tha, zotëri, tha, ligji mbeturina u këtë sështë, ligji shpejtësish është, tha, 60 euro. Tha, i pagun 60 euro gjobë, tha, kur të vije ligji, tha, i mbeturina, tha, prapë, tha, ti vjen, tha, dhe na... E pagove një gjobë, do më thë. Po s'po ta qore se s'u më qeshin. Për të bërë qytetari mirë e hangre një gjobë. Kështu ka ndodhë, po, ishte ma heret, nuk ishte tari. Tani nuk thëmë, po, kam 15 ditë. Dhe diçka Ramush, të jesh njeri i mirë si pas teje, si duhet jesh? Të jesh njeri mirë, duhet të jesh i sinqert. Dhe duhet të jesh me kulturë. Me kulturë, dhe thëtë. Mos të abuzosh. Ti nuk abuzon se një time nuk kam taku, kam taku dhe të tjerë, po për mos me abuzu me detyrën, për mos me abuzu dhe për mos me pas atë ndjenjen se të kapi diçka, kam taku ty, na ke kry punë mu e Besës pa asë një. Madje, është në shtë keq që po të do këto komplimente, po madje as kafe nuk na lejet me pagu, ti paguj edhe ato. E kështu dhe tjetë njeri mirë. Ta tha me sinceritet. Nëse do të jepje një këshill të rinjve, përfshirë edhe Besën tënde, Po. Cila do të ishte ajo? Këshilla do të ishte që të fokusohen te shkolla, të kenë kulturë dhe mos rrinë afër narkomanëve, fare. Vetëm me punë i arrin gjitha me shkollë dhe me punë. Ti vetë si e kalon një ditë në Suedi? Një ditë në Suedi unë punoj shumë. Kur kam kohë të lirë, shkruaj diçka, lexoj diçka. Kjo do më thonë na çon para. Ose dalë rreth liçenit, sepse është terapi e mirë edhe me vrapue. Po me shqiptarët atje komunikoni, bashkëveproni, bashkëpunoni, bëni aktivitete, takoheni, apo shqiptari për shqiptarin atje bëhet i huaj? Pra keni miqësi? Kam shumë miqësi, po tani nuk kam kohë. Dikur kisha ma shumë kohë. Tani nuk kam kohë, sepse kam dëshirë të krijoj diçka mos të mire me biseda koti. Çfarë dëshiron të krijosh? Po krijoj tekste, pra, këngë. Madje mendoj me bë edhe një broshurë me tekstet e mia. Ke marrë një feedback nga krijimtaria jote apo e bën për qefin tënd dhe nuk të intereson sa pëlqejet në publik? E bëjmë atë për bashkë, siç po thotim, nuk më intereson
a pilqet, as pilqet, i bëj për gjona, për shpirtin tim. Pse si ndihesh kur krijon? Është si lloj terapie, domethënë më qetëson. S'kam nevojë me përdor medikamente, po ulem, shënoj diçka dhe e jetësoj besa edhe me këngën. Beson ti që arti e ka këtë fuqi? Qa flet më? Arti është një gjë shumë pozitive në shëndetin e njerëzit. Shumë pozitive. Po njerëzit kur të rikët ai bjen depresion. Edhe tani duhet me nështruar kontrollat të mjekut. Mos miri, gjëja më e mirë është të jesh mjek i vetvetes. Për të mjek i vetvetes duhet të kujdes të ushqimi dhe terapia më e mirë thash vrap me bon, me sportin, not këto atëherë s'ke nevojë për mjekun fare. Me që përmendet depresionin, duket sikur është një ngarkesë emocionale e shekullit kjo puna e depresionit, se më para nuk është se ka pasur të prekur ose nuk janë evidentuar. Ndërsa tani edhe fëmijët na thonë mos na bëj depresion, dëgjuam miqt janë në depresion, këta të tjerë në depresion, domethënë një fjalë e përdorur shpesh. Atëherë tregoj. Pse po ndodh? Unë takoj shumë njerëz me shkallë depresionit, domethënë kalojnë edhe psiqikisht, në gjendje tonë psiqike. Sepse i kushtojnë shumë rrjeteve sociale shumë kohë, telefonit shumë kohë, dhe nuk kryjnë aktivitete, asnjë aktivitet, pritojnë me shku në punë, edhe në Suedi ka fillu kjo dukuri. Nuk zgjohen fare me shku në punë. Ekonomia pastaj rënohet, bjen për tokë. Nuk ka lek me pagu banesën, nuk ka lek nga njerë edhe për ushqim, edhe pse Suedia është një shtet social, i man në një mënyrë, atëhere kalojnë në gjendje depresive dhe kërkojnë ndihmë te psikiatri. Dalin nga binare, domethënë, se kanë veten kontroll fare, dhe kjo është depresioni. Po për mos me ardhë depresioni, rinis ju kisha lutë që të shkojnë të shkollohen. Shkollohen në një profesion që e duhen mas shumëti dhe punojnë dhe nuk ka kohë për depresion. Me vete ke një dosje që nuk ne tregove të gjithën. Atëhere, këtu Besa kur ka fituar medale si e vogël, qike vogël. Këtu është Lena Hallengren, një ministre, me Besën e kanë ftuar në një koncert, kur ishin do zyrtar të shtetit suedes, e këtu ofër është Lena Hallengren ministre, edhe Besa këtu. Ky artikull shkruan dhe është emri edhe imi, bashkojmë Kryshit për Kosovën, koncerti i parë që u bë mas çlirimit. Kur u çliru Kosova, koncerti i parë, bashkojmë Kryshit për Kosovën, këtu shkurt e feze, po edhe unë kam kënduar këtu te këtë estradë. Aktivitetet aty të shoqatës vallëzime që majon atë shoqatën, Besa këtu. Këtu ka pas fillu festivali që fillova me festivalin në vitin 96 dhe 20 vite kam majt. Këtu është një shoqëni e Batumbo me kultura të ndryshme. Është Stig Peterson suedez, Silvia është lituanis, Darrell Vise është i Teksasit. Unë jam këtu ka qenë përgjegjës një akademik fatkeqësisht i smut me demencë. Edhe jetën në shtëpi të pleqve. Këtu dëshmi. Vendlindja Thret. Po, kjo është vendlindja Thret. Unë kam qenë themelus i këtij fondi. Dhe keni mbledhur fonde për Kosovë? Për çlirimin e Kosovës. Shumë kam punuar. Sa ishte kuota që derdhin në atë kohë? Këtu kanë qenë 3 fonde. Ishte 3% që... Po?
Me 3% fiton veç 3% shtetit. Kurse ne shokët e mirë që e kena pas për me çlirimin e Kosovës, i dhashim 100%. Ju nuk e dini, Shqipërisë nuk e dini që janë krelanat. Nëse Kosovë e din, në Kosovë e din. Krelan është si buk edhe me një thike e bën qashtu hanin. Familja të gjithë lekët i dalën në këto fonde. Ka qenë edhe fondi Kosova në rrezik i lëvizjes kombëtare për çlirimin e Kosovës. Edhe aty kanë dalë jetë. Kjo ka qenë fondi i vendinjësore i lëvizjes popullore të Kosovës. 3% që ka qenë i qeverisë në egzil, Bujar Bukoshit. Po, Bujar Bukoshi. Atëherë besa këtu, patkohë një sukses shumë të madh. Edhe boni një single shumë të madhe, shtypi shkumiti erdhen edhe televizioni që të thash. Dhe kjo krejt intervista i shkoj Shqipëri Kosovë. Këtu aktivitete me shoqatën vallëzime. Po. Këtu internacional, kon internacionale, me qatë shoqatën, shoqnin që ishim suedez, amerikan, Lituanis, Bosnës, edhe unë edhe vllaun e pata fut me gitarë. Shkojmi, po këto e pam, këtu komune e Vushtrisë, si në valet e luftës, një minjohi më ka ndo. Ja, këtu. Po. Një kohë ka kënu besa mirë dhe kongë e vogël, si fëmi, kongë Shqip. Svara krisë. Po. Besa thët 8 vjeqare, është yllë. Apo këtu jam unë. Këtu shoqata kur e patëm themeluar në 94-ën. Po. Pra, na shpalosit një aktivitet të gjerë ndër vite. Po. Ka ndryshuar pak mënyra se si janë trajtuar shqiptarët dikur në Suedi me se si trajtohen tani? Po, sigurisht se ka ndryshuar. Për mirë apo ju ka zhgënjur? Jo, më në zhgënjur jo, mirë po kanë vrejtje ata që s'angazhohen me punë, me shkollë. Kanë vrejtje me. Edhe më duket se mirë është e punë. Sepse ka fitu një numër të madhë deputetësh një parti raciste është demokratët e Suedisë. Dhe mendoni që ju penalizon ajo? Penalizon pakicat në përgjithësi? I penalizon ata që s'punojnë, po. Edhe kërcënime. Kërcënime për dëbim. Dhe diçka Ramush se ju punoni infermier, do më thënë ajo është profesioni juaj. Për gjitha qa folëm janë pjesë të pasionit, të talentit, të hobit tuaj. Është folur dhe është bërë një problem i kohës eutanazia. Aq sa ka pasur shumë reagime kohët e fundit nga për një vajzë të re në Spanjë, vetëm 25 vjeçe që vendosi të jepte fund jetës nëpërmjet kësaj metode. A është kjo formë e largimit nga jeta formë e ndershme dhe hyn tek lirit dhe të drejtat e individit? Po tani ka kriza do më nivelit lartë, që nuk e kontrollo vetën. Dhe mos kontrolla e shpje deri në qatë rrugë. Dhe është problem me thot drejtën të flasë, shumë duhet me qenë një specialist i kësaj fushë. Jo, si e gjykoni ju, parë së jashtëmi. Pra, ishte një vajzë 25 vjeçare, s'po flasim për një person që ka kryer ciklin e jetës, është lodhur me vitet, dhe në fund dëshiron që ta dorëzoj jetën kështu. Po ka ndodhë dhe një vajzë aty, edhe meri ka ndodhë që i ka dalë trenit para në Suedi. Po janë kriza. Është krizë që s'mon e kontrollo vetën. Qaj, ne e thamë edhe më herë, qaj është shkolla e lartë e depresionit.
edhe nuk mund e kontrollo veten dhe bën aktin final. Po, dhe në fund për ta mbyllur, çfarë do doje të thoshe shikuesve tanë? Shikuesve tonë të doja t'ju them që të duan Shqipërinë shumë dhe të kujdesen për Shqipërinë, mos të ndytin, po të bëjnë lule. Lule, se Shqipërinë e dojmë shumë, ne kemi vetëm një Shqipëri, pavarësisht që na kanë metë jashtë kufive të tjerë shqiptarë. Dhe madje ju i kisha këshilluar që edhe me patriotizmin, ose si që thujnë racist atje, nuk racist, por është patriotizm ai me dashur vendin tonë. Po unë mendoj që vend më të bukur nuk ka në botë, dhe këtë do ta bëjmë lule. Shumë faleminderit që i ndave këto minuta me ne. Faleminderit ju. Miq të dashur, ishim me zotin Ramush Krasniqi. Shumë faleminderit për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.